Mesditën e së hënës, këmbanat e kishave në të gjithë Italinë filluan të binin. Papa Francesku kishte ndërruar jetë, një lajm i hidhur për të gjithë besimtarët, kanë reaguar me njëherë, thuajse të gjithë liderët botëror, një zë për paqen me një buzëqeshje ngjitëse, kështu e ka konsideruar Giorgia Meloni, kryeministrja italiane. Nga ana tjetër, kryeministri holandez ka reaguar me njëherë, gjithashtu edhe presidentja e Parlamentit Evropian e shumë lider të tjerë botëror në lidhje me këtë humbje të madhe. Dalja e fundit publike e Papa Franceskut ishte pikërisht ditën e Pashkëve. Pavarësisht shëndetit të tij të brisht, ai uroi gjithë besimtarët gëzuar Pashkët dhe këto ishin edhe fjalët e tij të fundit. Unë kam në një lidhje direkte nga Italia kolegen Alba Kepi të Syri TV. Përshëndetje Alba. Përshëndetje. Shoh që ndodhesh në Vatikan. Po, në Vatikan, pasi ka nisur ajo makina organizative për të pritur ceremoninë solemne të varimit të Papa Franceskut dhe gjithë procesi do të ndjek më pas me nisjen e konklaves kardinalëve. Do doja, Alba, vetëm një sekond, sepse do doja të ftoja në bashkëbisedim edhe Dom Mark Pashkja, zëdhënës i Kishës Katolike. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje Flori, ju falenderoj për ftesën. Të dëgjojmë pak Albën, duke qenë se ndodhet në Vatikan dhe për të na shpjeguar edhe protokollin, se çfarë pritet të ndodhë. Po, Albë. Unë po e nis me atë që e nis edhe ti, pra me Giorgia Melonin, pasi në ora 11 mblidhet qeveria italiane dhe me shumë gjasa do të shpallë 3 ditë zi kombëtare për nderuar shpirtin kujtimin e Papa Franceskut dhe për ditës së djeshme në të gjitha institucionet qeveritare italiane është ulur në gjysmë shtisë flamuri. Sa i takon nisjes së procedurave, duhet thënë se ka qenë një natë e gjatë, e nisur që prej orës 20 të mbrëmjes së djeshme, kur një ekip prej 20 përfaqësueshës nga të gjitha dikasteret e caktuara nga Selia e Shenjtë e Vatikanit kanë certifikuar 2 dokumente të rëndësishme, certifikimi i motivit të vdekjes së Papa Franceskut dhe megjithatë testamenti i tij, që na u bën publike rreth orës 20:30 të mbrëmjes së djeshme dhe mendoj se edhe në momentin e fundit të ndarjes nga jeta, Papa Francesku tregoi se ishte sa reformues, aq revolucionar, pasi ka kërkuar që të varroset jo në Pallatin Apostolik, ku ndodhet vari i të gjithë papave të tjerë, por ka kërkuar të jetë në Bazilikën e Santa Maria Maggiore, që është dhe silia qendrore e Kishës Romane. Kujtojmë se Papa Francesku ishte edhe peshkopi i Romës. Ka kërkuar në testament të jetë në kontakt të drejtpërdrejtë me tokën, pa patur atë pjedestalin për mund të pozicionojë aktivoli i tij. Ka kërkuar megjithatë që dhe shpenzimet e varimit të mbulohen nga një besimtare anonime që është dakordsuar me vullnetin e Papa Franceskut dhe i lënë në testamentin e tij. Një testament i shkruar 3 vite më parë. Një testament që është në momenti ku ai filloi të kishte edhe ato problemet shëndetësore. Dhe kjo tregon dhe lartëfamësinë e tij. Ai ka kërkuar që gjithçka deri në momentin e fundit të jetës të respektohet vullneti i tij. Vullnet që kemi parë dhe gjatë këtyre ditëve të konvalescencës së tij, nëse mjeku i kishte rekomanduar të qëndronte 2 muaj për të rehabilituar veten, për të marrë pra nga ajo sëmundje e rëndë që kaloi në problemin e mushkërive, ai vendosi të jetë i pranishëm fizikisht me lutjet, por dhe me vizitat e tij, pasi kujtojmë se në Vatikan është viti jubilar dhe mbi të gjitha ishin ato ditët e shenjta të Pashkëve. Dom Mark Pashkja, ne kemi diskutuar disa herë bashkë në telefon dhe ju sa herë kemi qenë në kontakt për fat keni qelluar në Vatikan. Papa Francesku tashmë nuk jeton më, i dashur nga miliona besimtar dhe i urryer në thonjza nga elita e vjetër. Kështu është konsideruar Papa Francesku.
E besoj që është termi të prumë, themi u rryer nga e thash në thonjza. Po, e kuptoj. Në fakt, Papa Francesco ishte personi që në një farë mënyrë ishte vazhduesi strikt të gjithë traditës së Kishës Katolike në shekuj. Pavarësisht se shpeshherë etiketohet me termat revolucionar, solli, risi e tjerë, që sigurisht disa risi pa diskutim i solli, kjo nuk duhet hub, nuk ka dyshim, por ajo që duhet thënë për Papa Franceskon si fillim është sepse është vazhduesi i drejt për drejt i asaj që ishte tradita katolike. Të gjitha vendimet e tija ishin vazhdueshmëri e magjisterëve të Papa Benediktit XVI, të Papa Gjon Paulit të dytë, dhe në një farë mënyrë rryti besnikërisht traditën e Kishës Katolike në shekuj përsa përket mësimeve mbi martesën, për mësimeve mbi moralin e Kishës dhe mbi ekleziologjinë, pra do të thotë teologjinë e kishtare. Pa diskutim një pjesë e ndryshimeve të tija që bani i referon kryesisht anës protokollare, disa vendimeve që ai mori në raport edhe me jetën e tij, me personin e tij, me të cilën dëshironte ta zhvillonte mënyrën e jetesës së tij, që pa diskutim është në diskrecionin e çdo pape që ta bajnë. Tre, po themi, ato shtyllat themelore të ekzistencës së tij dhe të magjestetit të tij i referohen kryesisht faktit dhe raportit të tij me të varfrit, që ishte një realitet që ai e trashëgoi që nga përvoja e tij si pap në Buenos Aires, si i peshk në Buenos Aires, të cilin e solli pas edhe ai rimuri si pap, jo pse është diçka, po themi, një farë mënyrë të re, sepse angazhimi i Kishës Katolike në raport me të varfrit ka qenë i gjithmonë, por ai dëshironte që ta vendoste në qendër të vëmendjes së tij. Gjëja e dytë që ai u investu fuqishëm dhe që lidhet edhe me Shqipërinë, ishte promovimi i vllazërisë fetare. Ishte papa që firmosi dokumentin në Abu Dhabi bashkë me imamin e Al-Azharit, një prej 2019 në mos gaboj. 2019 të botës islame, dhe një pjesë mirë të udhëtimeve të tij apostolike, të vizitave të tij bani edhe në shumë prej vendeve me prani të ndryshme religjioze, ku në agjendën e tij përfshirë dhe rastin e Shqipërisë, vazhdimisht kishte një prani të liderëve fetar, të udhëheqësve fetar, dhe gjëja e tretë që kemi që evidentohet dhe në fakt që e mbylli deri në ditët të fundit të jetës vet, edhe misionin e tij ishte angazhimi i tij i jashtëzakonshëm për paqen. Kemi parasysh gjithmonë atë aktin e tij në madje edhe thirrja e fundit për armëpushim. Vetëm pak ditë përpara se të ndahej nga jeta. Unë do ju pyes sërish, Dom Mark, për lidhjen që kishte me Shqipërinë. Ne kemi dëgjuar me shumë krenari dhe emocion edhe lutjen e Papa Franceskut në gjuhën tonë shqipe. Do ju pyes vetëm për pak, sepse do doja të dija në lidhje me protokollin. Përcjellja dhe ceremonia e funeralit do të zhvillohet ditën e shtunë, ka konfirmuar pjesëmarrjen në presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump, Alba, bashkë me bashkëshorten e tij. Do të doja të tjera detaje. Ka konfirmuar presidenti brazilian, presidenti i Argentinas, ka konfirmuar praninë e tij presidenti Ukrainas Zelenski. Orë pas ore vijnë të gjitha konfirmimet e liderëve botëror, të cilët kërkojnë dhe duan të jenë pranishëm në këtë ceremoni solene. Ceremoni e cila do të ketë padyshim ritualin e përcaktuar nga kanonet e Kishës Katolike, po do të ketë dhe do të zbatoj ato dëshirën e Papa Franceskut për të qenë sa më thjeshtë dhe sa më pranë asaj çka ka qenë dhe idea e Kishës që është kur lindi, që është kur kryua. Jam dakord me ato që tha Ati në studio, që vërtet etiketohet mjaft revolucionar, por mendoj se Papa Francesco pati meritën se e riktheu vëmendjen atë çka ishte origjina e besimit katolik, që ndoshta gjatë këtyre shekujve kishte humbur, duke u përfshirë në skandale që nuk mund të rrëfeshin, në lukse që nuk mund të tregoheshin, në të vërteta që nuk mund të shpreshin, dhe ai pati kurajon të krijonte dhe të zbardhte të vërteta, të sillte transparencë, pasi nuk është e lehtë të
vësh përballë një drejtësie brenda mureve të Vatikanit, skandale që kanë të bëjnë me abuzimin seksual tek priftërinjt, skandale që kanë të bëjnë me abuzimin seksual tek fëmijët, pra me pedofilin. Nuk është e lehtë të krijosh dhe të hapësh dhe të kërkosh transparencë për sa i takon korrupsionit, edhe skandaleve, edhe gjithçkaje që ndodhte apo që zbardhnin gazetarët kurajozë sa i takon Bankës së Vatikanit York. Pra gjitha këto bëjnë që ne gazetarët ta etiketojmë Papa Franceskun reformues, revolucionar, pasi nuk është e lehtë të arrije dhe të çaje këto mura.